Hera parë që në 30 ca vjet në Shqipëri ne nuk mund të pyesim dot raportuesit e institucioneve më të larta. Zoti Peleshi, parlamenti është debat. Ne jemi të votuar nga X njerëz dhe duam të pyesim në mënyrë direkte përfaqësuesit e institucioneve. Duhet të pyesim sepse Shqipëria është republikë parlamentare. Kjo ndodh në të gjithë vendet europiane, kjo ka ndodhur edhe për 30 ca vjet në Shqipëri. Pse duhet precedenti i dytë pas atij të parë, dhe precedenti është një element shumë negativ, i cili vlen që anormalitetin ta kthejë në normalitet. Unë dua të pyes përfaqësuesit e lartë të drejtësisë për një vend të padrejtë siç është Shqipëria. Dua t'i pyes, ju pse e keni hequr këtë drejtë? Kam dëgjuar, qofsha gabim, që ne nuk do kemi të drejtë t'i pyesim ata në mënyrë të drejtë për drejtë. Do t'ju dorëzojmë pyetjet dhe ata do lexojnë pyetjet tona. Ku qëndron kjo? Ky është një koncept i cili pyetjet dorëzohen me shkrim që ai që do përgjigjet të ketë një ide për çfarë do përgjigjet. Jo që të zëvendësohet pyetja e drejtë për drejtë e një parlamentari duke lecuar. Sepse përndryshe, atëherë të gjithë ne si deputet dorëzojmë dosjet tona me fjalime dhe i lexoni ju. Ne prandaj jemi këtu që ne të pyesim direkte. Do ju lutesha, sepse kjo është një shkelje e rëndë. Këtu të gjitha institucionet kanë një përballje me parlamentin. Shqipëria është republikë parlamentare dhe parlamenti është institucioni më i rëndësishëm. Ka një detyrë që të vëjë në pyetje, në vështirësi pushtetin. Ky është koncepti i demokracisë. Nuk mund të shmanget asnjë përfaqësues i drejtësisë ndaj pyetjeve tona të drejtë për drejta, sepse përndryshe ka rënë parlamenti dhe ka rënë demokracia. Pse? Pyetja ime është shumë e thjeshtë. Pse në 30 ca vjet janë bërë këto pyetje dhe mbas 30 ca vjeteve nuk duhen bërë këto pyetje? Do ju lutesha, unë nuk të kam fyer nerë, se nëse mund merrem me ty, mund merrem nga mjes deri në darkë. Mjafton të shikosh edhe mund merresh nga mjes deri në darkë. Kështu që mos u merr fare, unë po flas. Unë si përfaqësues dua të pyes drejt për drejt zotrin. Ma jepni këtë mundësi. Ju falenderoj. Faleminderit. Ka një listë me kërkesa për të marrë fjalën procedurë. Besoj nëse është ndryshe më thoni, por nëse janë për çështjen që s'ka filluar ende të raportimeve, po, nëse janë për raportimet, atëherë do t'ju lutesha të më dëgjoni vetëm një parashtrim dhe pastaj me radhë, patjetër, zoti Berisha dhe gjithë tjerët do të merrni fjalën, patjetër. Tani para se të kalojmë në shqyrtimin e raporteve vjetore. Okej, dakord, nëse nuk e keni për këtë, në rregull. Zoti Berisha për procedurë. Të dashur qytetarë dhe qytetare,